Shumë faleminderit edhe në radh parë jo për formalitet, por për sinqeritet. Dua që ti falenderoj një nga një të gjithë përfaqësuesit e bankave nivelit 2 dhe në radh parë guvernatorin, bordin e Bankës së Shqipërisë për angazhimin dhe për të gjithë diskutimet që kemi pasur në funksion të arritjes në këtë ditë të shënuar sipas këndvështrimit tim për sipërmarrjen shqiptare. Dje presidentja e Bankës Europiane të Investimeve ka vizituar për herë të parë Shqipërinë dhe kemi qenë së bashku në një ceremoni të nënshkrimit të një marrëveshje me njërin prej bankave këtu të pranishme, Intesa Sao Paulo, një marrëveshje e cila në konsideratën tonë duhet të shihet dhe duhet të ndiqet sa tjetër mundur edhe nga bankat e tjera me Bankën Europiane të Investimeve. Ne ja kemi shtruar Bankës Europiane dëshirën tonë që marrëveshja e parë me Intesa Sao Paulo të zgjerohet edhe me bankat e tjera të nivelit 2, sepse është një marrëveshje që shkon drejt pas drejti në të njëjtin shtrat të marrëveshjes së sotme. Një marrëveshje për të financuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që janë motori i ekonomisë tonë dhe që sot kanë në gjirin e tyre realitete me potencial të jashtëzakonshëm. Personalisht kam mundur të shoh një sër ndërmarrjesh të vogla, të cilat bazuar në eksperiencën e shqiptarëve dhe shqiptareve të kthyer nga emigracioni, bazuar në shpirtin inovativ, bazuar në vullnetin për të bërë diçka domethënëse në komunitet dhe për të punësuar familjen dhe njerëzit përreth, kanë qenë eksperienca të jashtëzakonshme prekse, do thosha, dhe në ndërkohë eksperienca që më kanë treguar qartësisht se me një mbështetje financiare të arsyeshme, ato ndërmarrje, ato realitete mund të rriten edhe mund të sjellin të reja kuptim plota për ekonominë tonë. Po nuk është vetëm eksperienca e atyre që janë kthyer, por është edhe eksperienca e atyre që kanë punuar këtu qysh në kryeterës dhe që sot janë gati të hedhin një hap tjetër. Dhe në fund të çdo bisede, problemi ka qenë financimi i aksesueshëm dhe i arsyeshëm në pamundësi për të marrë kredit normale, komerciale, të cilat nuk mund t'i përballojnë për të hedhur hapin tjetër. Dhe kështu ka lindur edhe ky projekt, i cili fillimisht ishte një projekt i dedikuar për bujqësinë, nga i cili ne nxorëm mësimet tona bashkarisht, dhe sot është një projekt që është kthyer në një program shumë serioz mbështetje të qeverisë shqiptare për të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Dhe sot të gjithë ata që kanë një ndërmarrje të vogël apo të mesme duhet ta dëgjojnë qartësisht që brenda një kohe shumë të shkurtër pas firmosjes së kësaj marrëveshje do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar sipërmarrjen e tyre, natyrisht bazuar në
planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsueshëm dhe të pa zëvendësueshëm për bankat e nivelit dytë. Në ndërkohë dua ta risjell këtu atë që tha në fjalën e tij guvernatori, sepse është një moment për ta nënvizuar. 5 vjet më parë, kredia në Shqipëri ka qenë rreth 5 miliard euro. Sot, mbas 5 vjetësh, kredia në Shqipëri është 10 miliard euro. Jemi në një dyfishim të kapacitetit financues të ekonomisë nga bankat e nivelit dytë, që tregon qartësisht me fakte se ekonomia është në një gjendje të shëndetshme dhe me potencial të madh rritje të mëtejshme, në ndërkohë që, siç e dini ju të parët, kreditë e këqija kanë rënë në nivele të papërfillshme si kërcënim potencial për ekonominë, kur një dekadë më parë ishin thuajse 25%. Kreditë e këqija. Vetëm në 2 vitet e fundit, kredia e re ka prekur pothuajse tavanin e 5 miliardëve. Është diçka e jashtëzakonshme, por nga ana tjetër është një arsye më shumë për të hedhur një hap tani kurajos, fal bashkëpunimit dhe fal disponimit total të Bankës së Shqipërisë për ta mbështetur rritjen ekonomike përmes rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dhe fal punës që kemi bërë së bashku. Kështu që për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%, dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% sipas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku patjetër niveli i riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financueshme duhet të jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin, që lidhen me teknologjitë e reja dhe me patjetër agroturizmin, gjë në fakt, komponent në fakt që juve e keni mbështetur pa probleme. Kjo është dita e sotme dhe unë besoj shumë që edhe një fond granti i cili do të vendosen në dispozicion për të hartuar planet e biznesit, pra për të ndihmuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për të bërë aplikimet e tyre, do të vi si vlerë e shtuar në lehtësimin e marrëdhënies mes subjekteve dhe bankave. Natyrisht që ky grant do duhet të administrohet në mënyrë të koordinuar që të kuptojmë eksaktësisht edhe se çfarë ka më shumë për të mësuar në këtë proces.
Kështu që në fund uroj që guvernatorit na vënë dispozicion 2 zëvendës guvernatoret për të na ndihmuar në këtë projekt dhe nga ana tjetër nuk mund ta mbyll pa i bërë një kompliment vllait ton turk për shqipen e tij përfundimisht të kolauduar me minimum risku. Minimum risku. Sot Shan kuptova që mund konsiderohesh përfundimisht i gatshëm për ta marrë pasaportën shqiptare, nëse s'e ka marrë akoma. E more. Atëherë i gatshëm për të ta dhënë pasaportën dhe herë tjetër me ceremoni me gjithë kolegët e tjerë, duke të dhënë një certifikat mirënjohje që shqipen e ke përsosur edhe jemi në rregull tani, pavarësisht se ka aritmetika me turqishtën je më parë sa me shqipen, se dieta punë, ju jeni tregtar më të rrahur me vaj me uthull se ne, po edhe ne nga ju mësojmë. Shumë faleminderit. Faleminderit Kryeministër, tani kemi firmosjen e marrëveshjes, e cila do të firmoset nga të gjithë tryeza dhe si përfaqësuesi sektorit patjetër. Si përfaqësuesi sektorit bankar do të jetë zoti Sejani, i cili është dhe nënkryetar i shoqatës së bankave. Ju falenderoj të gjitha për pjesëmarrjen. Kjo marrëveshje është patjetër një arritje e suksesshme, një punë të kryer një vjeçare dhe urojmë dhe shpresojmë që rezultatet në këtë vit dhe në vitet më pas do jenë mbreslëndse. Faleminderit.